Isa transmeton nga babai i tij, i cili thot: Isha te Ibn Omeri, dhe ai u pyet për ngrënien e Iriçit. Atëherë, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ma lexoi këtë ajet. Thuaj, nuk gjej në atë që më është shpallur mua ndonjë gjë të ndaluar për atë që dëshironi ta hani. Nuk gjej, domethënë diçka, domethënë argumentoj se ishte qëllimi këtu, domethënë Abdullah ibn Omeri argumentoi me këtë ajet se Iriçi është i lejuar, domethënë. Se mishi i Iriçit është i lejuar. Pastaj një plak që ishte i pranishëm në atë mexhlis, tha: Kam dëgjuar Ebu Hurejran radiallahu anhu të thot: U përmend Iriçi në prani të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha: Ai është një krijesë e ndyrë prej krijesave të ndyra. Atëherë, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu më i tha atit njeriu në moshë që ishte: Nëse e ka thënë ashtu pejgamberi alayhi salatu, sa më atëherë është ashtu. Nëse ka thënë atëherë është domethënë ashtu. Por këtë hadith domethënë e ka bë daif Imam al-Albani rahimahullah. Sa i përket domethënë që përmendet se është i ndaluar dhe khabithatun min al-khaba'ith. E ka bë domethënë daif Imam Sunna, Imam al-Albani rahimahullah. Dhe thot Sheikh Fauzani hafidhahullah se Malikit, medhepi Maliki, është medhepi domethënë i cili është më i zgjeruar domethënë në lidhje me ushqimeve. Edhe Malikit domethënë e kanë mendimin se mishi i Iriçit është i lejuar. Edhe si medhep domethënë në lidhje me ushqimet janë medhepi më i zgjeruar. Kurse thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, Hanefit, medhepi Hanefi, është medhepi më i zgjeruar në lidhje me pijet. Këto domethënë në lidhje me pijet, ato tjerë në lidhje me ushqimeve. E sa i përket thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, ngrënia e mishit të Iriçit ka mos pajtim në mesin e dietarëve. Po, sipas mendimit të Sheikh Fauzanit, më e sigurta është domethënë që mos me ngrën. As ngrënia, as edhe shitblerja me të. Por, Imam Ibn Bazi rahimahullah thot se lejohet. Edhe Sheikh Zejdi rahimahullah thot këtu se shumica e dietarëve, gjumhur el ulema, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e dietarëve e kanë domethënë mendimit se Iriçi domethënë lejohet ngrënia e tij. Sepse këtu thot edhe Sheikh Ibn Bazi rahimahullah se hadithi ku thot se faqala sheikhun indahu, domethënë masi që u pyet Abdullah ibn Omeri dhe ai u përgjigj me ajetin në mënyrë të përgjithshme, domethënë se nuk ka doni ndalesë në fenë Allahut subhanahu wa taala për këtë lloj të kafshëve, atëherë faqala sheikhun indahu, tha njëri në moshë, një plak, domethënë që ishte i pranishëm në atë mexhlis, tha se kam dëgjuar Ebu Hurejran radiallahu anhu me thënë kështu më radhë. Thot Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, pikërisht për shkak këtij shejkhut, që nuk është i definuar se kush është ky shejkhu, hadithi është i dobët. Sepse nuk njihet domethënë kush është ky. Kush është ky shejkhu këtu domethënë që ka thënë Ebu Hurejra radiallahu anhu kështu. Prandaj si pasojë të kësaj që nuk është i definuar kush është ky shejkhu, që thot Ibn Bazi rahimahullah se ky person, shejkhun këtu që është përmend domethënë, është i panjohur. Nuk njihet gjendja e tij dhe situata e tij dhe drejtësia e tij. Se ti masi që nuk e dim se për cilit person bëhet fjalë, atë ti ku ta dish domethënë a është njeri i mirë, a është i drejtë, a është i padrejtë, a i përmbush ato kushtet
për me transmetu hadithe prej atit dhe me marr hadithe prej atit, a nuk i përmbush ato kushtet? Kjo nuk dihet. Se është njeriu i panjohur. E ku ta dish ti se tash në çfarë gjendje ka qenë ai personi. Edhe shikoni, kjo na mëson neve se njeriu nuk i merr lajmet dhe nuk e merr fenë e tij për njerëzve të panjohur. Jo secili që del domethënë në internet, edhe sulmon, edhe akuzon, edhe fabrikon, edhe ka njerëz që kanë mendje lehtësi, që nuk i njohin ose i anashkalojnë këto rregulla selefie sunnie, edhe i besojnë. Dhe ajo fatkeqësia e madhe është që ata të cilat pretendojnë dije, i besojnë atyre personave. E mos flasin pastaj për xhamatin e tyre. Kjo tregon thonë nivelin e atyre njerëzve. Këtu hadithi është i dobët. Pse? Se ky njeriu domethënë është i panjohur. E tash ai tjetri, i dyti, i treti shkruan në internet, ditë e natë, nuk njihet, a është i gjallë, a i vdekët, a është prej njerëz, a është prej xhinve, a është musliman, a është kafir, a është sunni, a është bidatçi. Edhe ata tjerët konzumojnë. Kjo tregon domethënë se sa vlerë kanë këto rregulla selefie, sunnie, therie të ato njerëz. Edhe sa i kanë kuptuar ata, realisht kanë kuptuar asnjë sen. Kanë pretenduar se diçka kanë kuptuar. Por realiteti dhe vepra dhe puna tregon se ata s'kan kuptim. Barakallahu fikum.